Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në seancën e kësaj të marte nuk ka kursyer ironit ndaj opozitës, më konkretisht ndaj homolegut të tij demokrat Gazmend Bardhi. Balla i tha opozitës që gjatë muajit janar është mirë mos të përmendin protesta dhe dhunë pasi shqiptarëve u kujtoi 8 janari vitit 2022. Drejtuar Bardhit, Balla tha se ai është një njerëz që ka qenë sa te krau lart, pastaj te krau poshtë, referuar faktit që Bardhi dikur ishte njeri i Lulzim Bashës e më pas kaloi me Sali Berishën. Sali Berishës akuzohej se kishin përdorur varre, shkallë, leva, çekiç, trapan. Për këtë akuzoheshin 18 protestues nga krau i Sali Berishës. Nga krau i Lulzim Bashës, nga njoftimin që kam përpara i prokurisë në ato kohë, është përdorur gaz lotësiellës. Thuhet në atë njoftim e pash tani nga mediat online. Tani, po shoh se ti ke qenë ke krau lart. Pastaj zbrite ke krau poshtë, një gjë është e sigurt që do hypish krau lart, sepse ti hypën lart zbret poshtë. Tani, zoja dhe zotrinj deputet, zoja kryetare e seancës, është një zhurmus, mund të mbyllni pak gojën një zhurmusi? Unë po e ndërpres fjalën time derisa ju të vini rregull në sallë. Lutem, zoti Bardhi, ju lutem. Sepse dhëmb e vërteta dhëmb, edhe kur hipën lart, edhe kur zbret poshtë, edhe para, edhe mbrapa. Sa i përket protestës së 21 janarit, Balla tha se kishin nxjerrë një që godiste kryeministrinë dhe i duke vetja si Chuck Norris, duke shtuar se ata që i financuan duhet të mbajnë përgjegjësi.